Skemat e reja të mbështetjes në bujqësi përmes pagesave direkte dhe investimeve kanë hyrë zyrtarisht në fuqi dhe tashmë pritet udhëzimi përkatës për përcaktimin e kritereve dhe hapjen e aplikimeve. Fondi total që do të shpërndahet është 52 milion euro për vitin 2026 dhe këtë vit skema ka risi të rëndësishme pasi është rritur masa e financimit për krerë në blegtori dhe bletari dhe është përgjysmuar edhe tavani i tufave që duhet të kenë fermerët për përfitim, çka do të thotë se do të ketë më shumë blegtorë dhe bletarë që do të përfitojnë në raport me vitet e mëparshme. Ndërsa skema e naftës nuk do të aplikohet si më parë, por do të mbulohet përmes rimbursimit të 10% të faturave të shitjes. Nga ana tjetër, si pjesë e skemës së investimeve është shtuar dhe mbështetja me grante deri në 10.000 euro për fermerët dhe blegtorët të rinj për investime në ferma bujqësore dhe blegtorale. Konkretisht referuar vendimit, blegtorët me jo më pak se 5 krerë lop ose mëshqera do të marrin 12.000 lekë për krerë për tufën bazë të matrikuluar. Do të jepen 1.500 lekë për krerë për tufën bazë të matrikuluar për çdo fermer me jo më pak se 50 krerë dele apo dhi. Për pjesën mbi 300 krerë, masa e përfitimit zvogëlohet me 50%. Skema financon 2.000 lekë për zgjua për aplikant me jo më pak se 25 zgjoje. Për pjesën mbi 150 zgjoje, masa e përfitimit zvogëlohet me 50%. Për herë të parë është futur mbështetja për dosa dhe paradosa të matrikuluara në vlerën deri në 7.000 lekë për krerë, me jo më pak se 5 krerë. Për pjesën mbi 100 krerë, masa e përfitimit zvogëlohet me 50%. Risi është edhe financimi me 100 euro për hektar për sipërfaqe të mbjella me kulturë bujqësore, për jo më pak se 3 hektar. Skema financon gjithashtu për herë të parë kontrollin biologjik të dëmtuesve të perimeve deri në 70% të vlerës totale të faturave tatimore për blerjen e materialeve biologjike për fshirjen insektet e dobishme, por jo më shumë se 40.000 lekë për dynym në rastin e 2 mbjelljeve në vit. Do vijojë të financohen fermat organike deri në 300.000 lekë si dhe implementimi dhe certifikimi Global Gap. Qeveria ka përcaktuar se 2.5 miliard lekë nga fondi total shkojnë për skemën e investimeve, ku bën pjesë mbështetja e fermerëve të rinj si dhe financimi për ndërtimin apo rikonstruksionin e staneve ose pajisjeve për përmirësimin e kushteve, ku masa e përfitimit është në 70% të vlerës së faturave tatimore, por jo më shumë se 3 milion lekë për subjekt. Për pajisje, makineri dhe mjete bujqësore për mekanizimin dhe modernizimin e proceseve të punës në ferma bujqësore dhe blegtorale, masa e përfitimit është deri në 50% të vlerës së faturave tatimore. Përfitues janë fermer individual, persona fizik, persona juridik dhe shoqëri të bashkëpunimit bujqësor.